Hiqja e xhabit është një kulturë perëndimore. Bota e prishur perëndimore ka pasur qëllim të mbush mendjet e njerëzve në lidhje me zhveshjen e gruas dhe personalitetin e saj rreth metodave të gabuara që janë të lidhura me poshtërimin e gjinisë femërore. Për të treguar personalitetin e gruas, ajo duhet të kënaqë sytë e burrave. A është ky personaliteti i gruas? A duhet ta hiqë xhabin e ndershmërisë dhe të kënaqë burrat? A është ky nderim apo poshtërimi i gruas? Ky perëndim është i mbytur në sirtarët e tij të verbër dhe të paditur, nuk di asgjë për atë që ndodh dhe në ndikimin e duarve sionist e ka ngritur këtë si një titull për nderimin e gruas. Disa njerëz e kanë besuar këtë. Perëndimi po përpiqet të eksportojë kulturën e tij në të gjitha vendet. Kulturë perëndimore, do të thotë kulturë e prishur dhe e zhveshur. Ky imazh i tmerrshëm i jetës së disa grave në shoqëri perëndimore nuk është i përhapur, fal Zotit, për të gjitha gratë atje. Dhe kjo është pasore media së gabuar dhe e shtuar çdo ditë. Para 40-50 vitesh korrupsioni në shoqërinë perëndimore nuk ishte nëpër masat që është sot. Perëndimi ka për qëllim ta eksportojë këtë prishje që ka ndodhur tek ta në vendet islame. Ne nuk e duam këtë, pasi kjo do dëmtojë jetën tonë shoqërore dhe jetën e tyre shoqërore. Gjithashtu, jeta islame është mënyra më e mirë e jetesës për ne.